Agjencia Investigative Stop Krimit ka zgjeruar aktivitetin e saj duke hapur një deg të re në qytetin e Lushnjës. Drejtori i kësaj agjencie, zoti Fatmir Sena, i shoqëruar nga një nga përfaqësuesit e stafit, zhvilloi një vizitë zyrtare në Lushnjë ku u bë dhe prezantimi i strukturës së re lokale. Në kuadër të këtij zhvillimi, u emërua dhe u certifikua zonja Hakile Nezha në detyrën e drejtoreshës dhe koordinatores për parandalimin e dhunës për të gjitha moshat dhe gjinit. Agjencia Investigative Stop Krimit synon të bashkëpunojë ngushtë me institucionet vendore, përfshirë Policinë e Shtetit dhe Bashkinë, duke kontribuar në informimin, ndërgjegjësimin dhe parandalimin e fenomeneve të dhunës, një problematikë gjithnjë e më e pranishme në shoqëri. Zonja Nezha do të ketë një rol kyç në këtë mision, duke u angazhuar për të sjellë një qasje më të organizuar dhe efektive në mbështetje të komunitetit lushnjar dhe më gjerë. Zyra qendrore pranë Agjencisë Investigative Stop Krimit të organizuar, terrorizmit, drogës, trafiqeve ilegale, trafikimit të fëmijëve dhe femrave, autorizon zonjën Hakile Nezha. Ka të drejtë të bashkëpunojë me organet ligjzbatuese shtetërore dhe me organizatat si Motra në Europë. Ka të drejtë të hap filiale në Lushnjë dhe të antarësoj antar, si dhe të bashkëpunojë me policinë dhe komunitetin e Lushnjës. Agjencia e miratuar me vendim gjykate numër 837 më datë 24/10/2013. Agjencia Ndërkombëtare për parandalimin e krimit të organizuar, drogës, dhunës dhe korrupsionit me seli qendrore në Shqipëri, në drejtimin e drejtorit ekzekutiv zotit Fatmir Sena, e vlerëson me një certifikat mirënjohje stop dhunës zonjën Hakile Nezha, me motivacion mirënjohje për kontributin e dhënë Agjencisë Investigative Stop Krimit, terrorizmit, krimit të organizuar, trafikimit të fëmijëve, drogës, korrupsionit dhe trafikimit të femrave. Zoti Fatmir Sena, kam kënaqësinë qëftoj, ja dorëzoni zonjës Hakile certifikatën. Suksese. Faleminderit. Ju falenderoj nga zemra, faleminderit. Ju falenderoj nga zemra për besimin që më keni dhënë.